vjetë. Edhe në përvende edhe shoqëni demokratike, rotacioni pushtetit është diçka e natyrshme. Në fakt, krejt sistemi ekziston për shkak të mundësisë edhe nevojës për ndryshim edhe ndrrim të pushtetit. Mirë po, që akompon këto zgjedhje spaku të një pjesë e elektoratit, për mu ka qenë brengosëse se saktësisht që ky rend demokratik është i kontestum ashpër. Për shembull, për krahasit e partisë që është në pushtet dhe qeverisë në detyrë, shumë të më thojnë kështu. Kjo qeveri dhe ky kryeministër duhet me mbet përjetësisht në pushtet. Është unike, thoni, për disa nga përkrahasit e vetëvendosis. Nëse ekziston diku ndonjë që thonë mantra, si një lloj i deklarimit që vazhdimisht përsëritet, ajo është qysh kjo kampi i tifozëve të partisë në pushtet e ka bindjen që rendi demokratik në një mënyrë është i panevojshëm. Edhe që mënyra më e mirë për më mbrojtë ai rend demokratik është mos mundru pushteti kurrë. Tash, këtu ose ekziston një mosmarrëveshje shumë e madhe rreth definicionit çka është rendi demokratik, ose një pjesë e konsiderueshme e shoqënisë kosovare nuk e përjeton si të nevojshme edhe si domosdoshme rotacionin e pushtetit, mirë po ka dëshirë ta ketë një lloj të sundimit të pandryshueshëm, me qenë se pandryshueshmëria e pushtetit me gjas të ky lloj njerëzve nënkupton stabilitet. Në një mënyrë mos ndryshimin, një pjesë e shoqënisë tonë e përjeton si shaj e stabilitetit. Pas ishin kjo shoqëria jona, këta qytetarë tonë që votuan ndryshim të madh, pikërisht me vetëvendosjen 2021. Edhe në histori ka ndodhur kur shoqënitë kanë votu, edhe mandej nuk kanë votu. Me qenë se kanë mri një lloj të pushtetit edhe një stat zhvillimor kur votimet edhe ndryshimet edhe zgjedhjet e më të tjeshme i kanë konsideru ose të panevojshme, e mandej i kanë konsideru edhe të pamundshme. Ndoshta na nuk jemi në atë fazë, mirë po për mu brengos se është që një pjesë e madhe e njerëzve, edhe mas 6 vjete, e konsiderojnë që kjo qeverisje, ky lloj qeverisjes, ose këtij lloj qeverisë halos ju ka jep shansi. Mas 6 vjete në pushtet, ti ki njerëz të dalin publikisht edhe thojnë kryeministrit aktual në detyrë duhet me ju jep rasti. Ti thush, në vend demokratik, 6 vjet janë më shumë se si mundesh me paramendu për plus me shumicë parlamentare nga një subjekt politik. Ka subjekti me shumicë parlamentare, me qeverisje vetanake, që thojnë. Pa koalicion. Jo të ndarë në koalicion. Edhe në fund, edhe fushata e partisë në pushtet është shkon në linjë të kësaj që po e thëmë, ajo është që promovohet mos ndryshimi si formë e stabilitetit. Pra, edhe Zoti Kurti, edhe partia vetëvendosje, kryefjalët fushatës e kanë vazhdimin e punës së mirë të deri sotme. Pra, vazhdojmë pa ndonjë ndryshim. Ndërkohë që nëse kthehesh me pa 6 vitin e fundit, mos ndryshimi edhe dorën zemër, mos puna dhe mos angazhimi kanë qenë, që shme thonë, përmbajtja kryesore të qeverisjes. Edhe tash ty dalin në fushat zgjedhore të thojnë, na kemi ndërmer me vazhdu po të njëjtin avaz, more of the same, që thojnë anglisht. Po tel Zoti Kurti në foltorët kuvendit dhe po thot, unë me këto që po i bëj, ose ju po mendoni që s'po i bëj, po i marr 51%. Ajo është e vërtet, me qenë se, që dhe thash, një pjesë e konsiderueshme e kësaj shoqënie nuk e përjeton rendin demokratik si të nevojshëm edhe domosdoshëm për mirëqenjen e vet. Tash, Zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje po promovojnë asistencë, shtet të asistencës, edhe po promovojnë mos ndryshim të kursit, edhe dorën zemër mos ndryshim edhe të reliefit edhe situatës socioekonomike. Në anën tjetër, ky kampi opozitar ose ish opozitar, ky vazhdon me insistu në ndërmarrësi zhvillimore. Partitë si PDK, LDK, edhe AK, takohen në një pikë. Ato e përjetojnë shoqëninë edhe ekonominë kosovare që jo pjesë e rendit kapitalist.